to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, ashtu sikur se çdo të njëjtë pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning, histori personazhesh të ndryshëm, të cilët nisin nga një e re, nga një lajm i mirë i ri që kanë për të ndarë me ne dhe kështu shkojmë pas në kohë për të kuptuar fillesat e të gjithë angazhimit të këtyre personazheve me funksione të rëndësishme dhe të veçanta publike. Unë jam Kozeta Kurti, së bashku me mua sot në studio do të jetë një vajzë që unë mbaj mend të vogël, kam patur rastin që ajo të jetë pjesë e skenave të rëndësishme të festivaleve ku gjithashtu unë kam punuar. Është shumë kënaqësi që për të promovuar këngën e saj të fundit, po edhe pjesëmarrje, iniciativa të tjera artistike, është drejt për së drejti nga djepi i kulturës shqiptare Shkodra, Martina Sereqi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Përshëndetje. Është shumë kënaqësi që të jemi bashkë, nuk kemi takuar asnjëherë nga kaq afër dhe të rrim nga kaq gjatë. Jo. Martina ka qenë në disa herë pjesë e bendit të programit që unë drejtoj në Radio Televizionin Shqiptar. Është një nga ato njerëzit më të disiplinuar që ja jep një këngë sot dhe ta mbaron dje. Vërtet jemi mësuar kështu. Të gjitha këto pjesëmarrje në televizion në programe të ndryshme, a e kanë zgjeruar formimin, edukimin, repertorin tënd? Ndoshta ti ke kënduar këngë Martina që as nuk e ke iden që kanë ekzistuar në një kohë caktuar. Po, është shumë e vërtetë edhe kjo më ka ndihmuar edhe në formimin tim të përgjithshëm si person, sepse është mirë me pas shumë njohuri, me shumë lloje këngësh, dhe jo më bazu vetëm tek një stil, zhanër, si mund të jenë shumë këngëtar tjerë, dhe mund pëlqen shumë të eksperimentoj, se gjej edhe vetin kështu edhe avash moja stilin tim edhe kështu bëhet bukur pastaj. Cili është stili yt? Ai që ti preferon që të këndosh, ai që ti preferon ose më saktë mendon që mund të bësh më të mirën tënde aty. Unë mendoj jo vetëm nga unë, po edhe nga shumë njerëz që më kanë thënë, unë mendoj që baladat janë ato që më përshtaten më së miri, po, se janë shumë të ndjera dhe unë jam shumë tip emocional, i përjetoj shumë edhe mënyrën se si kënoj hi komplet në brendësi të këngës, po ato besoj jam në comfort zone-in tim. Ne jemi takuar sot dhe nuk jemi takuar në një moment tjetër sepse le të themi që arsyeja e këtij takimi në këtë kohë është kënga jote më e re sapo dal në treg. Kur ma nise pata një lloj tronditje nga titulli, Helm. Po. Në përgjithësi unë kam patur një problem nga pikpamja e shijes personale gjithmonë me disa këngë ose tekste tronditëse. Gati kam menduar që muzika ndonjëherë bëhet edhe për të gëzuar njerëz. Unë e kuptoj që kryevepra dalin në kohë të vështira, tragjedishe me thash, por për një moment u shastisa. Çfarë është Helm? Helm. Po, kjo kënga ka është shumë natyrshëm, dhe thënë nga do i përmend Jerisi dhe Dilan, Jeris Kaso dhe Dilan Reka, cilët i falenderoj shumë, sepse mund me këtë këngën kam rënë dashuri kështu me shikim parë, si thohem. Dhe unë mendoj që kjo kënga flet për dashurinë toksike, që këto ditë të sotme me këtë këngën ke rënë në dashuri me dëgjim të parë, sepse për aq kohë sa kënga ka filluar të shihet tani, ka filluar të bëhet problem. Është dashuri toksike. Dashuri toksike që unë këto ditë të sotme po e ndi shumë, pse jo, dhe e kemi përjetuar në herë dashurinë toksike, por që mendoj që i përshtatet shumë edhe shoqërisë tonë. Ditët e sotme është një këngë rinore, është afrobeat, kam sjell veten në një version ndryshe nga se janë mësu tjerët më shohin, dhe unë për këtë jam më e gëzuar më shumë ti, që kjo këngë ka qenë ndryshe nga këngë që unë kam prezantuar edhe në festivale, edhe projekte të mia personale, dhe njerëzit do shohin një Martin komplet ndryshe, më moderne, më komerciale. A është kjo një nevojë që e dikton edhe audienca e këtyre kohëve që ne po jetojmë? Është një audiencë kaotike, nuk është vetëm një problem shqiptar, është një problem që po ndihet globalisht. A është kjo një mënyrë për të shkuar atje ku ndoshta do kishte dashur të shkojë ndryshe, por që pikërisht kjo audiencë edhe të dikton ndryshimin, edhe këtë që theti komerciale në. Po. Është e vërtetë, ndoshta kjo është ajo që dojnë shumica nga populli, domethënë, të dëgjojnë, por unë kam, si thojmë në Shkodran, kam sjell me lezet, domethënë, kam sjell edhe Martinën, po edhe diçka që edhe tjerëve mund t'i pëlqejnë, sepse unë gjithmonë jam e prirur me bëj gjëra që mua m'pëlqejnë, mas pari, edhe ndoshta mi përshtat pak dhe me tjerët, se kështu është tregu dhe nuk kemi se nga të shkojmë. Kështu që unë besoj që kënga Helm edhe i përshtatet shumë, siç e thash edhe temës shoqërisë tonë, që fatkeqësisht kështu është
vetëm dashuri, vetëm vujtje, nuk di me gëzues edhe ti. Vetëm këngë me Preda Marci thonë edhe po është e bukur të paktën. Ka një lezet aty ajo kënga, është e ëmbël. Në kohra të ndryshme në këtë vend, në 10 vjeçar të ndryshëm, sigurisht kanë pasur momentet e tyre të shkëlqimit, producent të ndryshëm, kompozitor të ndryshëm. Pra kishim vitet 90, kishim vitet 2000, ishte Flori Mumajesi, dhe kishte një dyndje, po themi, në dëshirën dhe nevojën për të përfituar nga hitet e prodhuara nga Flori. Ndërkohë, për të paktën 2 vitesh, është ngritur dhe është një nga njerëzit më të kërkuar sot, Jeris Kaso, për cilin ti fole. Unë do të bëj një pyetje shumë të drejtë për drejtë. Një ditë do të marr dhe Jerisin këtu e do ta pyes po njësoj. Këngëtarët a i shkojnë pas emrit të trendit të momentit, apo të punëve që mund të kenë rënë në dorë rastësisht? Kam përshtypjen që këto producentët, kompozitorët aty kanë qenë edhe më përpara. Pse është fiks ky moment? Siç e the vet, njerëzit fatkeqësisht shkojnë pas trendit. Edhe pse Jerisi ka bë këngë që realisht janë shumë të bukura, edhe është një gjetje e re si emër edhe në krijimtarinë e tij që është e mrekullueshme dhe fantastike. Unë mendoj që shumica nga ne kur shohin që një emër është duke u përfol shumë dhe është trend ose është ai që është më i kërkuar ose më i sugjeruar nga të tjerët ose nga emra më të mëdhej, aty synojnë që të shkojnë. Por kjo nuk ja heq vlerat Jerisit si artist dhe si person, sepse është me të vërtet i mrekullueshëm. Absolutisht po. Gjerasti përsëri e kam përmendur, e kam përshëndetur disa herë nga kjo studio. Ta falenderoj për këngët e bukura dhe një nga mesazhet që unë i kam dërguar Jerisit në edicionin e kaluar të këngës magjike ishte dëshira ime për të nënvizuar faktin që ai kishte produksione shumë cilësore. Pastaj shija muzikore është një shije personale, dikujt i pëlqen dikujt tjetër diçka tjetër, ama produksionet vërtet shumë profesionale. Dhe me që jemi duke folur për produksione dhe për këngë të reja, unë përfitoj nga rasti për të përshëndetur të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radios, për të gjithë ata që do humbasin transmetimin premier sonte, mund të aksesojnë këtë program kurdo në YouTube, në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube. Dëgjojmë nga Martina Sereqi, Helm dhe Martina Sereqi. Megjithatë, asnjë gjë nuk fillon me ne, asnjë gjë nuk fillon në ditët tona. Cili është raporti yt me muzikën dhe këngën, Martina? Kur ka kënduar për herë të parë? Unë kam filluar të këndoj që në kopsht. Që 5 vjeç dhe mbaj mend herën e parë. I pas ke qarë me melodi, me harmoni, po, është e vërtet. Domethënë, mami ime ka zbuluar që un kam vesh muzike ose jam e prirur drejt muzikës në momentin që un çaja kur dëgjoja këngë balada Whitney Houston ose këngëtar të tjerë të muzikës që ishin shumë të njohur atëherë dhe faktikisht unë çaja dhe mendoja, thosha, më ka marrë malli për gjyshen ose për gjyshin ose për mamin, edhe pse kisha mamin aty, thjesht isha një person shumë dhe jam prap shumë emocionale dhe aty kam filluar për herën e parë. Por kënga e parë që unë kam këndu ka qenë Qingji vogël rinë në ndushëm. Si për t'u habitur. Si gjithmonë, dhe unë në fakt duhet të cek diçka që unë ja them gjithëve, sepse gjithë thonë, "Ua, po ti ke talent, je shumë e mirë, si filloi, kur zbuloi." Unë mbaj mend që personi i parë që nuk do ja them emrin, që më ka thënë që ti nuk bën. Apo ti bën. Prindërit kanë çuar për të më dëgjuar, kanë thënë që jo, vajza jote nuk bën. Dhe unë isha vetëm 6 vjeç dhe mbaj mend dal nga qendra kulturore e fëmijëve dhe shoh profesor kujtimin. Dhe më thot, çfarë tha? Jo, e them unë, ka thënë që s'bën, po isha shumë e vogël. Nesër do vish në Korë, tha, dhe do këndosh ta. Dhe ai është personi i parë që ka pas besim tek unë. Dhe edhe pse ai nuk është sot mes nesh, unë gjithmonë i kam ato këshillet e tij në mendjen time dhe falenderoj që më ka mësuar kaq shumë dhe ka pas kaq shumë besim tek unë, sepse është një ndër personat më të dashur për mua. I takon sot këto njerëz që të kanë prerë hovin? Të ndeshët se ky është një vend shumë i vogël, ne njihemi të tërë me njëri tjetrin. I takoj dhe më kanë bërë dhe këngë mundësisht. Kanë bërë dhe këngë. Këta që thonë nuk bëjnë. Po. Në të gjitha raste unë do isha shumë hakmarrë se Martina, sikur këngën më të bukur në botë më bënin, do thoja, nuk e dua, e di pse, se kjo kënga s'bën. Po. Nuk më përshtatet mua. I haze dhe unë mendoj që tjetin problem kanë prapë, po nuk kanë nga të shkojnë tash. Cila ka qenë skena e parë e vërtet, një skenë e madhe me përgjegjësi, ose kopshti janë ato momentet e para që zbulohen talentet e kështu me radhë, po një
një skenë ku ke përgjegjësi që të vishem, të duken bukur, të duhet të lëviz bukur. Cila ka qenë një skenë e parë? Unë në fakt mund ta cek skenën e teatrit Migjenit në fakt, se është hera parë që unë kam dalë kështu aq serioze, me fustan, me pak make-up. Edhe pse isha shumë e vogël, edhe më e mend që mamin e kam pikën time dobët, unë them ti je menaxhera ime, ti je shoqja ime, ti je motra ime, edhe ajo më thotë që shiko tani do dalësh, po mos e ke problem se ke shumë njerëz që po të shohin. Ai 3 minutë që është jote, kupton, apo mundohet që thotë, dhe unë më e mend që isha gati duke ça nga halli, edhe mami më sheh dhe më thotë çetso, më thotë unë dal. Edhe shoh vetëm shumë njerëz, shumë dritat që mbinin kështu në sy dhe me veti ua, dhe një moment jam kënaqur shumë të fund, saqë thash kjo është përgjegjësi, po kjo është dhe kënaqësi në njëjtën kohë, se nuk na kuptojnë ne këngëtarët, se thonë ju bëni çef, ju bëni kështu, po nuk ja kanë idenë se sa puna dhe sa stresi fshihet vetëm për 3 minuta këngë. Edhe unë aty kam kuptuar për herë të parë që shikoj se kjo punë duhet marrë seriozisht, se nuk është as e lehtë duke. Po si e rritur? Si e rritur? Si e rritur më tem tek Pallati i Kongreseve. Direkt Pallati i Kongreseve. Shikoni, kam gjitë shumë shpejt. Kam në skena shumë që persona të tjerë ndoshta s'kan mundësinë ose nuk kanë kapacitetin që të mrinë, dhe unë ndjem dhe shumë krenare, po them shqyr që unë i kam prej këto skena. Pallati i Kongreseve ka qenë tjetër magji. Është hera parë që unë jam drill dhe thoja wow, qa magjie. Po është një nga skenat më të rëndësishme, edhe hera parë që unë kam pas frikë, se unë zakonisht nuk kam emocione kur dal në skenë, emocione vetëm të mira normal, po kështu me pas frikë nuk kam pas kur. Ishte hera parë dhe thash një magji e vërtet. Ka qenë, cili festival ka qenë? Festivali i 62, mos u gabosha, isha me këngën Vetëm Ty, mora dhe çmimin e kritikës. Për herë të parë që unë gjita në Pallat Kongreseve, mora dhe çmimin e parë, çmim kritike, edhe domethënë një magji e vërtet. A Martina, e kupton ti çfarë është një çmim kritike? E kupton, se e bëra pyetjen sikur sikur ti je nga një planet tjetër. Po për mua personalisht çmimi i kritikës ka qenë gjithmonë çmimi më i rëndësishëm i një festivali, sepse ata njerëz, pra një grup njerëzish, bëjnë dallimin nga turma e njerëz, nga popullata e gjërë. Dhe për mua, nëse unë do isha këngëtare, unë do preferoja çmimin e kritikës çdo vit, dhe jo një çmim që më çonte për shembull në festivalin evropian, po të isha unë. Po si jam? S'këndoj, vetëm flas. Jo, kështu e mendoj edhe unë. Mendoj kështu sepse ne jemi thamë më përpara jemi bë pak komercial dhe ndoshta kemi hase, se njerëzit ndoshta dojnë këtë, ndërkohë që ne mund të kemi një çështje komplet tjetër ose një stil komplet tjetër që ndoshta s'është as komercial as i dashur për publikun. Dhe atë vit unë kisha një balad jazz që jo shumë e kuptojnë. Jo shumë pak, janë të rralla ata njerëz që kuptojnë, sidomos në Shqipëri njerëz që nuk është se praktikohet shumë si gjë. Dhe unë jam ndjer mirë sepse mua më kanë vlerësuar një grup njerëzish që janë artista, kanë një status shumë të lartë në shoqëri dhe vlerësojnë muzikën e mirë. Dhe kjo ka rëndësi për mua. Nuk ka rëndësi fare a shkoj çmimi i parë Eurovisioni, nuk ka fare rëndësi. Unë më mirë të dëgjohem nga 2 veta, po që jenë të saktë, sesa nga një turm që nuk din fare se çfarë bëhet. Më kujtohet një herë në këtë studio Franz Koruni më ka thënë, kur e kam pyetur më mirë një koncert me 5000 veta apo një koncert me një person. E prapë, po sikur ai personi tha tek tet për shembull Mozarti. Këtë preferoje ti? 5000 apo atë një? Kështu që krejt e qartë edhe në përgjigjen tënde. Në listën tënde ke zgjedhur Rihanna. Sigurisht është një këngëtare e gjeneratës sonë, gjeneratës së fundit. Çfarë është Rihanna? Për ty është këngëtare hitesh, është këngëtarja e diapazonit vokal, se në përgjithësi në udhë hiqemi pak edhe nga dëshirat tona. Jo, Rihanna në fakt është ajo që më ka ndjek gjithë fëmijërinë time, dhe unë i kam dëgjuar ato këngët e saj, dhe unë këndoja në dhomë sikur unë të jem në ndonjë koncert me një 5000 veta, edhe më me këtë këngën që do transmetohet tash, që është Man Down, edhe unë jam një tip shumë i qetë, po transformohem komplet në skenë ose kur këndoj, edhe më dhe cause I didn't mean to hurt him, dhe a bëja kështu gjithë konfidencë, dhe mami që më filmonte, dhe është një nga këngëtarët që mu më ka rrit
them drejtën. Edhe e dëgjoja shumë, isha shumë interesuar për historinë e saj, mënyrën se si e ka filluar muzikën dhe është një nga këngëtarët që më ka inspiru. Man down për Martinën dhe për të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radios. Jemi në studion e Top Albania Radios për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në frekuencat tona. Ju kujtoj, ky është programi Back to the Beginning, i cili vjen çdo të enjte pak pas orës 22 deri në orën 23. Mundësohet nga Jack Daniels Albania dhe un jam në studio me Martina Sereshin, po flasim për fillimet e një këngëtare të re, e cila pati fatin dhe ka fatin të ngjitet pak si shpejt, fal talentit, punës, përkushtimit edhe fatit. Unë gjithmonë kam menduar që ne jemi të udhëhequr nga fati ynë sepse njerëz me talente të gatshëm për të punuar, ndoshta ka shumë, por mbase nuk janë në vendin e duhur, në kohën e duhur. Një nga problemet më të mëdha që kanë patur interpretuesit, pra këngëtarët e muzikës shqiptare të pas viteve 90, ka qenë problemi i repertorit të tyre, i krijimtarisë të tyre personale. Për efekt të mbijetesës apo të jetesës, janë krijuar grupet e live-eve, në mjediset e shërbimit, që në një farë mënyre janë mjediset ku të gjithë këta artistë profesionalisht janë rritur. Çfarë është muzika për ty? Një angazhim me kohë të plot apo një angazhim me kohë të pjesshëm? Jo, muzika tashmë është bërë një angazhim me kohë të plot. Deri para se të futesha në universitet, që nuk, domethënë kam qenë shumë mirë me mësime, nuk e kisha, domethënë të sigurt doja shumë u bë veterinere. Dhe këtë është shumë e çuditshme në fakt, po unë këtë kam pas shef që të bëhem, por duke parë që talenti që kisha ishte shumë gjëna që ta lija për gjysëm dhe të merresha me një punë që ndoshta dhe nuk do e bëja me qejf dhe do më pengonte, sepse nuk mund ta bësh dhe muzikën dhe një profesion tjetër që nuk ka lidhje me artin, është shumë e vështirë. Unë vendosa që të përkushtohesha në gjën që unë di të bëj më mirë. Dhe thash, më mirë të bëj diçka që më pëlqen dhe e di që e bëj sakt ashtu siç duhet, sesa të marr një profesion që ndoshta nesër mërzitem dhe e bëj sa për të marrë një rrogë dhe për të fituar një palek. Kështu që unë vendosa ta bëj muzikën sepse unë pa muzikë nuk kam jetë, domethënë. Muzika është gjëja më e rëndësishme në jetën time. Çfarë studion tani në shkollë ti, Martin? Unë pedagogji muzikore. Okay, pra je brenda asaj fushë, po në pjesën teorike, po themi. Po, në pjesën teorike, se mund të jap dhe mësim, po, më pëlqen të merrem me fëmijët. Edhe është shumë bukur patjetër. Po mos ishin mësuesit e mirë të lëndës së muzikës në për shkollat 8 vjeçare të dikushme, ndoshta një pjesë të mirë të artistëve që kemi sot nuk do i kishin fare, do ishin bërë ata diçka tjetër, sepse askush nuk do t'i motivonte. A ke krijuar ti një grup tëndin të live-eve? A ke dal, a del, a je selektive? Sepse ky është në fakt një nga ato rastet ku edhe në këtë rast nuk bën dot gjithmonë atë që do. Përsëri do jesh në përshtatje me interesa, me dëshira. Un kam 3 vite që punoj live-esh. Gati për çdo javë, domethënë kam lokale që un këndoj, performoj, kam kriju një grup timin. Dhe për sa i përket kësaj që the dhe vetë që nuk bëjmë prapë atë që dojmë, gjithmonë duhet të zgjedhim lokale, sepse jo çdo lokale mund të pranoj zhanrin që unë zgjedh ose repertorin që unë zgjedh, dhe fatkeqësisht shumica e personave që frekuentojnë lokalet, sidomos aty ku këndoj unë, preferojnë këngë të zhanrit popullor, si Shkodra, ndoshta dhe Tallava, që nuk është prap në zhanrin tim. Unë mund ta bëj shumë mirë, por nuk del jashtë atij stilit tim. I ke ato lule të lezetshme që kanë ata? I kam dhe unë kur më thonë do na këndon Shkodranë sot kur vi këtej, se ma thonë kështu për total. Jo, i them mama se botash. I ke ato lulet e bukura, domethënë, i ke ato. Po i kam, po i kemi tash di Shkodranë ku shkoj. Çfarë bëjmë? Por lista e Martinës ka edhe këngë nostalgjike, në fakt kjo është kënga adoleshencës sime, Martina, që jam nga 20 e kusur vjet më e madhe se ti. Don't Speak No Doubt. Kjo është kënga e preferuar e mamit. Kisha të qartë. Është e preferuar e mamit, po unë nëse do më thonte dikush çka këngë do këndoje dhe do dëgjoje gjithë jetën tënde, vetëm një, unë këtë do zgjidhja, sepse nuk lodhem kur duke dëgjuar, më pëlqen shumë. Është kënga apo është marrëdhënia e mamit tënd me këtë këngë? Është edhe ajo, po dhe mua më pëlqen. Dhe unë këtë këngën e kam dëgjuar që e vogël, domethënë, ajo ma ka vendos në makinë, në shtëpi, kur pastronte shtëpinë, kur do të më tregush, dëgjoja mami këtë, dhe unë këtë e kam një këngë që e kam shumë preferuar.
A i ndjek Martina koncertet që zhvillohen në Tiranë, në Shkodër, ose ti jeton në Shkodër. Po, unë jetoj në Shkodër. Në Shkodër. Edhe si një mënyrë për të ballafaquar, jo për të futur në garë, por për të kuptuar se çfarë ndodh jo vetëm me krijimtarinë, se me krijimtarinë tani me një buton në YouTube mund të dëgjojmë dhe mund të shohim këtë duam, po për prodhimin, për menaxhimin, për në fund të fundit dhe për emocionet e një gjëje live. Se këtu ka një problem të madh. Shpeshherë artistët e të njëjtit profil nuk e begenisin me vetëdije njëri tjetrin. Edhe e gjeta fort mirë fjalën, jam e bindur për këtë. I ndjek ishe Martinën Sare kanë ftuar, Martinës ende nuk i ka ardhur rata ta ftoj për të kënduar, por Sare kanë ftuar të ndjekë koncertet, ka qenë aty gjithmonë. Po. Është e vërtet. Unë ndjek çdo lloj koncerti, sepse thjesht kam qef të shoh gjëra ndryshe. Ndoshta s'jam pjesë, por unë ndoshta kam qef ta shoh ç'a bëhet, ç'a këngë këndojnë. Ndoshta mund t'i fus në reportortimin, ndoshta nesër më vjen rradha që t'i këndoj, edhe pse jo ti di ose ta ke më thjesht kur ti punoj që ti këndoj. Dhe jam prezente edhe në festivalet që ndoshta nuk jam pjesë unë jam gjithmonë prezente. Dhe pse jo, dhe mos të jem pjesë, edhe më të jem pjesë është edhe më mirë, po ideja edhe si spektatore është prap një emocion tjetër dhe ndoshta edhe e di se ç'a do ndodh, po ti je gjithmonë me ato që ndoshta diçka ndryshe këtë herë përjetova këtë emocion, këtë herë mora vesh këtë, mësova këtë, dëgjova këtë, takova një person, sepse pse jo si dihet kur është lidhjesh, raport. Kështu që jam prezente shumë raste. Me që folëm për këtë këngën dhe që do të transmetojmë pas pak, kam përshtypjen që muzika është pjesë integrale e kujtimeve të tua, pra unë mendoj që ty një këngë, një melodi, një muzikë, një varg të shpije në një të kaluar tënde, në një moment të bukur ose edhe të pabukur. A e shikon këtë muzikën si një tablo të jetës tënde ku ajo të çon ty në një ngjarje që e ke kaluar në një moment caktuar? E vërtet, është shumë e vërtet. Në shkollë më kujtohet kam shkruar një ese tani për pjesën se ç'a është muzika për ty, se ç'a përjeton, dhe unë çdo këngë që e dëgjoj e lidh me diçka ose me dikë ose me diçka që më ka ndodhur. Kështu që siç e thash, muzika është gjëja më e rëndësishme në jetën time. Dhe edhe tani që po rrim bashk, them këto këngë kam dëgjuar me Kozete, më mend kështu ose këngët që ishim te emisioni yt, që thoya ua këtë e mbaj mend se ma ka tregu Kozeta, ma ka dërguar jemi tall me këtë gjën, kemi bërë lojna për këtë gjën, ka bë për çka kjo kënga dikur për këtë X arsye. Dhe gjithmonë e lidh diçka ose dikë ose një ngjarje me këngët. Për mamin e Martinës, po edhe për Martinën, po edhe për gjithë ne, don't speak, no doubt. Ka kaluar pjesa më e madhe e takimit të Back to the Beginning për këtë mbrëmje, megjithatë kemi ende kohë në dispozicion për të folur, për të komunikuar me Martina Sereqin që na bashkoi në fakt në këtë studio. Kjo mbrëmje e sotme, kënga e saj e re, e sapo publikuar Helme, transmetuar në fillim të programit, po që do jetë pastaj edhe pjesë e playlistave të radios. Pse jo, më në fund do kemi mundësinë dhe kemi mundësinë të transmetojmë muzikë shqiptare, se dikur kur e kam nisur unë radio Martina, vetëm këngë të jashtme kishim në për ato disjet që luheshin nga DJ-t e pultit në kohë reale, si ishin këto facilitetet e sotme. Dhe mua më vjen mirë që ne jetojmë tani një kohë tjetër kur mundësia për të aksesuar muzikë, informacion është krejt tjetër, ndryshe nga dikur ku edhe revistat na vinin 6 muaj me vonesë, kush kishte babin ose mamin ose dikë që shkonte jashtë. Rikthehemi tek ty. Unë po shoh, po kuptoj që pavarësisht se nuk ka kaluar shumë kohë, pra ti nuk je munduar shumë në kuptimin e se e ke marrë veten tënde shumë shpejt me këngë, me krijimtari, dhe me sa po shoh je fokusuar për të prodhuar tani. Dhe të prodhosh sot këngë, të prodhosh sot muzikë, nuk është një nga gjërat më të thjeshta në botë. Jo, fare. Nuk mjafton talenti, nuk mjafton dëshira, nuk mjafton puna. Ka nevojë për investim, ka nevojë për para, që ndoshta në asnjë moment nuk e di se kur mund të kthehen mbrapsht. Ai ke bërë këtë llogari me veten tënde? Po, patjetër, është sidomos në familjen tonë është tema më e rëndësishme e momentit ose më përfolur e momentit. Edhe është e vështirë. Siç e thosh, jo të gjithë e kanë fatin të prodhojnë muzikë, të bëjnë muzikë. Edhe këto
shkoja në Tiranë, ktheu në Shkodër, jo veshjet, jo make-upi, klipet që janë shumë të kushtueshme, gjitha duhet marrën parasysh, por me që jam fut kokë këngë te muzika, do bëj sakrifica, unë dhe vetë normal punoj, domethënë jo se vetëm prindërit kanë mbështetjen time, mundohem të ndihmoj në çdo gjë në lidhje me investimin për sa i përket punëve të mia, sepse unë e di që një ditë do kthehen, dhe unë ec me këtë që kem një pozitivitet që ta manifestoj për mirë, që do kthehen, do bëj sepse unë po punoj, fundit tash nuk ka nga dali mos bëhet nëse ja krijoj mundësinë vetes dhe këngës të eci, pse s'duhet më kthehet një ditë. Po. Unë mendoj që puna gjithmonë triumfon. Po, shpërblet dhe triumfon gjithmonë. Kush kujdes, domethënë, a keni ju një grup krijues pra në pjesën e studios muzikore? Unë kuptoj ti po punon aktualisht me Jerisin, me Dilanin, për sa i përket variantet të këngës audio. A keni një grup krijues që merret, po themi, se më pëlqen kështu kur flasim për diva, pse jo, që merret me kostumografi, me regji klipesh, me fotografi. Shiko, më pëlqen shumë që puna të dokumentohet. Sigurisht më shqetëson fakti kur një këngëtare për shembull ose këngëtar vjen në një fest kompanie shqiptare bodyguard, ndërkohë që nuk është koncerti yt, edhe kanë vendosur disa njerëz të tjerë se si do argëtohesh ti. Më duket qesharake, më duket Barsalet, kam vite që e tregoj këtë histori si Barsalet. Besoj që e kam mësuar gjithë Tirana tani. Por nga ana tjetër, më pëlqen që gjërat që bëhen fliten, se nëse ato nuk fliten, nuk ekzistojnë. Kjo është marketingu që ne i bëjmë vetes tonë sot. Kështu që e ke zgjidhur këtë çështje? Këtë zgjidhje? Jo për bodyguardët, po për të grupin krijues. Ato kanë. Unë nuk kam një grup krijues të qëndrueshëm. Domethënë në bazë të projektit ose këngëve që unë kam, unë normal jam ajo që i vendos gjërat, domethënë i mendoj si do jetë veshja, si do jetë klipi, po ai personi kryesor që është gjithkohës në punime sipër edhe kur flet gjumë është vetëm mami im. Ajo domethënë kujdeset për çdo gjë, për kontaktet, për pjesën e veshjeve, për pjesën e fotove, është gjithmonë me mua, domethënë edhe në backstage, edhe në festivale, edhe në klipe, gjithmonë është me telefon kështu në dorë, bile një herë kishte harruar të filmonte diçka sepse nga emocionet se si ka dhënë rek. Nuk i ka dhënë rek fare, dhe shkësi nga babi pse ti e ke fajin që s'më the, i shkreti. Por që mami është personi dhe personazhi kryesor pas gjithë këtyre gjërave të mëdha, mund t'i them unë, edhe të lodhshme fundit. Ne kemi një postulat, një quote, që në përgjithësi vajzat janë të babit edhe djemt janë të mamit, por unë po konstatoj që ti që nga një gocë mami. Unë jam një gocë mami, unë jam shoqja e ngushtë e mamit dhe ajo është shoqja e ngushtë e imja, domethënë unë s'kam shoqe më ngushtë se ajo. Si për muhabete kot, si për punë, si për unë e kam pas dhe mësuese, më ka dhënë mësim dhe unë isha fëmia që i bërtiste më shumë gjithë klasën, jo se bëshën ai gjë, se unë kam qenë shumë e urtë. Po, pse si ke mësuar ti, pse si ke bë detyrat, pse kështu, pse ashtu, dhe gjithë e shifshin me habi, sepse si mund t'i përtasësh gocës tonë, dhe kupton ti do ta mbash me hatër, e thoni jo, s'bët fjalë. Edhe unë jam i gocë mami, edhe babin e du shumë, goca babi gjithmonë, dhe me thonë unë dhe babi bëjmë muhabet e biznesi, si do bëjmë këtë, si do bëjmë atë, po mami është. Martina, e kuptova që me babin bëjmë biseda biznesi, biseda të rëndësishme. Ato muhabetet e kotit. Çfarë nuk kupton me ato muhabetet e kotit? Muhabet e kotit, them kështu, muhabet e kafe, kështu bëjmë tash e themi me mamin, dhe ulemi çfarë bëni kështu, çfarë bën ashtu, sepse kur je gjithkohë duke u marrë kështu me muzikë është një moment që thu tash do e bëj një ditë pushim, kështu do rri për çef, do ha buk ç'a duam, s'do kujdesem apo më shumë do shë parku e kështu, se u shkoj edhe në palestër dhe ndonjëherë lollem, jo kështu ashtu. Muhabetet e kotit janë këto, kështu, muhabete ndjeshmërie, zemre. Do me thënë, a e kuptoni çfarë kohësh jetojmë? Muhabetet e zemrës, sot quhet muhabet e kotit. Tani e kuptoj unë pse i ke kënduar dashurisë toksike ti për aq kohë sa muhabetet dikur për muhabetet e zemrës, Martina, bëheshin vargje, bëheshin vërshkruante Sandër Gjoka, këndonte Sandër Gjoka dashurisë së shkuar e të tjerë. Sot çështjet e zemrës janë muhabet e kotit. Fatkeqësisht shumë problem i madh është ky. Në fakt, duke u kthyer edhe një herë në
realitet, po edhe në një bisedë serioze, pse jo. A ke vizatuar ti një njeri që do ta tërhiqte vëmendjen tënde? Si do të ishte? Do të ngjante, un kam përshtypjen që shoku i parë i yni ose burri i parë që ne vizatojmë është ai që i ngjan babait ton. Po. Është shumë e vërtet. Unë jam rrit në një familje shumë liberale. Ideja do të thënë babi im nuk është një tip që rrin në shtëpi, mos dil, mos ri deri vonë, mos vish këtë, kurr, asnjëherë në shtëpinë time s'jam dëgjuar këtë gjëra kurr. Ndoshta dhe i kam prindrit e ri, edhe ndoshta nga ky fakt shumë njerëz thonë, lumti, e kupton se prindrit tonë s'na lajmë me dal, unë s'do kisha dal kurrë ashtu në skenë, kupton, shumë lloj hallesh, po një person që unë do doja afër, do të thënë ta kem partner tjetës tim është një person që mbi të gjitha, do të thënë respekti, dashuria, okay, po mbi të gjitha ta kuptoj këtë punë që bëj, sepse arti është një profesion shumë i vështirë dhe jo çdo kush e kupton, ose e toleron, ose e vlerëson. Edhe kjo është të ketë respekt, të jeti dashur, ma kuptoj, do të thënë unë në fund ditës kur shkoj në shtëpi them që ua, se jam lom, ndodhi kjo, e kupton, ta çaj një hall pa pas hallin se ç'a do thotë mbrapa. Ose mbrapa, e kupton se unë kam dëgjuar shumë gjëra dhe nga shoqet e mia, sepse unë tash 20 vjeç jam, po shumë kanë filluar shumë gjëra herët dhe e kupton është gjë normale dhe dëgjoj lloj gjëra them duhet kem shumë kujdes kë zgjell afër, se unë du fiks shembullin e babas tim, një person i kuptueshëm, një person i ndershëm që punon, lollet shumë, e fiton atë bukën e gojës me mund të plot, me djers. Dhe që mbi të gjitha është një person i butë, i qetë dhe shumë i dashur dhe unë e vlerësoj se jam rrit një familje që dashuria ka mbi zotëru gjithmonë. Jam rrit një fëmijë me shumë dashuri. Do të thënë gjithë familjen time ka pas shumë dashuri. Një familje rritur në një familje me dashuri që e prek realiteti i ditëve të sotme, se ajo dashuria toksike për të cilën folëm. A beson tek dashuria? Po, unë besoj te dashuria. Besoj, edhe pse në kohët e sotme është shumë e vështirë të gjesh një person që ndoshta përshtatet mu fatkeqësisht, edhe mund ta them fatkeqësisht se e them shumë shpesh këtë nga profesioni që kam, sepse thash jo çdo kush e toleron këtë gjë dhe e vlerëson. Por që dashuria të dashurohesh me një artist, por të një gjinje tjetër se ndryshe do plaste lufta e konkurrencës dhe rivalitetit midisiush në familje. E vërtet, shumë vërtet. Dhe këtë e kam thënë me vete, do plas xhelozia, po the pse ti more më shumë views se unë. Prandaj po them, dashurohu me një artist, duroj shumë të dashurohesh me një artist, por jashtë profilit tënd që të mos keni garë në familje, sepse gara në familje është më keq se është më keq akoma. Do të kalim tek Amy Winehouse. Amy Winehouse është një tjetër këngëtare, artiste që e ka zgjedhur Martina në pjesën e playlistës së saj, Valerie. Po, është një këngë e gëzueshme kjo, është ritmike. E këndoj shumë në live këtë dhe është kënga e parë që më këngëtu nga ajo se dhe kjo këngëtare është një nga ato që unë jam rrit me frymën e mamit gjithmonë, se ajo gjithmonë ka pas shef këto këngët kështu. Edhe babi ka shumë shef këtë Amy Winehouse, kështu që këtë përshëndetje kemi për babi këtë. Për babin. Dëgjojmë Amy Winehouse. Kemi dëgjuar Amy Winehouse dhe jemi në pjesën e fundit të programit Back to the Beginning për këtë mbrëmje. Jemi duke folur me Martina Sereqin, kemi prezantuar këngën e saj të fundit në fillim të programit Helm, edhe në fakt do t'i vi radha që edhe përfundimi i këtij programi të shoqërohet me një tjetër këngë të Martinës që për atë vet, po edhe për mua për shembull që e kam dëgjuar, kam pasur rastin ta dëgjoj në sallë, ka qenë pjesë e festivalit këngës magjike, kënga çka thon për mua. A mund të them unë ndjesinë kur të kam dëgjuar ty me këtë këngë, si njeriu që jam mësuar të them gjithmonë të vërteta pa dorashka, se më thojnë po vura dorashka. Unë kur të kam parë ty, po të kisha dëgjuar, vetëm të kisha dëgjuar, është edhe me shije personale që unë jam mësuar që muzikën ta dëgjoj, s'dua ta shoh muzikën. Por ja që ndodh në këto kohra ku ne jetojmë, më shkruar ideja e një njeriu të madh, të rritur shumë, jo vetëm vokalisht, po edhe fabula, edhe gjithçka tjetër. Dhe kur të shikon në skenë, pra këtë vajzën e re, gati ndjen si një lloj trishtimi kur thua, po pse s'pritet edhe një 10 vjet për këtë këngën? E ti. Po ma kanë thënë shumë. Ta kanë thënë këtë. Po ma kanë thënë.
më kanë thënë dhe është e vërtet. Është fuqia e tekstit, është fuqia e tekstit, por do të thënë në fillim kur un kam dëgjuar këngën çka thot për mua, që është një kompozim nga Adrian Hila dhe falenderoj shumë sepse është një nga këngët më të bukura që kam. Ishte vetëm një pjesë, domethënë vetëm strof refren, vetëm demo. Se unë mbaj mend kur është kënduar që Angela Peristeri, Marcela Shibukaj kanë thënë për këtë këngën e dishëm ne, ta kishte secila nga ne për vete. Është vërtet. Un kam çar kaq shumë në studio se i thosh atit, më fal i thosh, po nuk e mbaj dot veten, sepse kënga ishte shumë e ndjerë. Dhe atë periudhë që kam dëgjuar këtë këngë kam qenë çik kështu si e mërzitur për vete, kupton, kam qenë fiks domethënë për atë përjetim dhe nuk është se ka një vështirësi vokale. Le të themi nuk është se ka ndonjë shtrirje të madhe, por emocioni është domethënë shumë i madh. Dhe po nuk e përjetove dhe nuk e përcolle tek publiku tamam gjithë atë këngë me aq shpesh të rënd, i them unë, nuk dilja unë nga festivali pa gjë. E di që ndoshta mund t'jetë duk sikur unë jam gocë re, pse po e këndon kaq kështu, po unë them që e kam përfaqësuar denjësisht emocionin e këngës. Edhe ma kanë thënë që më tha dhe Marcela, po shumë goca re e ka përcjell sikur të jetë e madhe, kupton, dhe i them unë ishim live në Pallat Kongresit, i them unë, po pse s'di me dashuru ne, thash. Dhe kam pa gjithë publikun, bravo, se gjitha ishin sa unë, mosha ime, kupton, dhe gjithë ishin kështu duke vujt, thoshim, ua, pse na ke tregu shoqet e mia, shokët e mi, pse na ke tregu këtë këngën, ne po çajm për ditë, po pse na bën të vujmë, thashun, po çka kam faj unë, thashun, Adi e ka fajin, thashun, ai e ka bë këtë këngë. Tekstin e këngës e shkruajti Rozi Radi apo? Jo, Adi ka bërë gjitha. I ka bërë gjitha dhe tha unë këtë këngën tha e du shumë tha. Dhe kur Adrian Hila të thot unë këtë këngën e du shumë, ti duhet ta bësh perfekt, se po se bën e perfekt. E shkret aty. Dhe shkrosh për pas 6 vjetësh të Adi prap. Po. To dil jashtë. Është stin ngadal vim në stin festivalesh, vjen shtatori, fillen prezantohen këngët e këngës magjike, fillon procesi i mbledhjes së këngëve për festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar, është Kosova pak më përpara në ato ujëra. Do me thënë mundësia për të qenë pjesëmarrës në skenet të mëdha ka filluar të rritet edhe me Kosovën. Si ke planet e garës këtë vit? Martinën do e shihni në çdo vend, përveç Kosovës, se tash deri në Kosovë nuk do shkon. Po, unë do jem shumë aktive. Dhe patjetër dhe para festivaleve do kem dhe projekte të tjera që po i punojnë ndërkohë, edhe bashkëpunime që unë po i punoj ndërkohë, po për verën normal, që do jenë stil komplet tjetër, sepse dimri është më ndrysh, është pak për balada, kurse vera është për me kcyme, po çef. Këtë se kam kuptuar unë asnjëherë. Për shembull, kam dëgjuar një intervista botues librat e verës, librat e dimrit. Unë mund të kem lexuar libra policesk Agatha Christie, për shembull, temperaturë 45 gradë në një nga ato resortet e Turqisë, pa asnjë problem, fare. Po me sa duket është kjo ndarja dimër-verë që mund të ta kemi vetë krijuar ne për të ndarë Po. Krijimtarin. Po është shumë e dukshme. Po ti shohësh këngët e dimrit janë gjitha balada, gjitha shumë të trishtueshme. Këngët e verës janë regaton, basi kështu bum, rap, kupton, ato klipet me plazh, me diell, me bikini, me kështu. Kurse dimri Zoti mall, do të thënë. Po që do më shihni shumë aktive. Kjo është projekte, festival, gara shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ngadalë krijon një portofol tëndin me krijimet të tuat. Unë kam thënë gjithmonë, vazhdoj ta them, sa herë do më jepet mundësia do ta them, është shumë e rëndësishme që këngëtarët, artistët, krijues të këngës, të bëjnë njerëzit të kenë kujtime me këngët e tyre. Ti mund të këndosh një këngë shumë të bukur të Tina Turner, po mua më pëlqen kënga e Tinës. Nuk ka rëndësi si e këndon ti. Unë i kam kujtimet me këngën e Tina Turner. Kështu që uroj shumë që gjithë secili prej jush të ketë fatin që të krijojë tek njerëzit kujtime me këngët e veta. Faleminderit shumë. Çka thon për mua? Vetëm fjalë të mira do thon për ty. Ai ti inshallah. Gjë nuk diskutohet, vetëm fjalë të mira, sepse i meriton të gjitha. Unë do të falenderoj shumë që ti ishe në këtë studio, është një derë e hapur për çdo kënd që ka dëshirë të prezantojë një këngë, të vendoset në playlistat e Top Albania Radios. Unë kam fatin që të jem një ndër njerëzit më të vjetër në këtë logo mediatike, kështu që është shumë kënaqësi që 24 vjet më vonë
Unë jam përsëri në radio kur linte një yll në Shkodër. Shumë faleminderit të për ftesën, je shumë e mrekullueshme. Jemi me fat që të kemi. Faleminderit zemër. Do të dëgjojmë sot një javë sërish. Ndjekim çka thon për mua Martina Sereqi bashkë natën e mirë.